Janë vetëm 5 veta, por ata nuk e lën pa përkrahje një ekip turk të basketbollit që po e viziton për herë të parë Kosovën. Bile Trabzonspor mori me vete edhe një lojtar me nam për pjesëmarrjen në turneun ndërkombëtar që po organizohet nga Sigal Prishtina. Kaja Peker, që luajti vetëm në pjesën e dytë, shënoi 14 pikë në fitoren ndaj ekipit të shqiptarëve të Maqedonisë Liria. Ndonse ishte më efikasin e triumfin 76-59, merita t'ja la tjetërkujt. Ne nuk e luajtëm lojën tonë më të mirë, posaçërisht reparti defensiv ka qenë i shkëlqyer, por ende nuk jemi në nivelin e duhur. Trajneri Liris nuk u befasua me humbje. Kjo nuk është diçka që nuk e kemi prit, pasi kundërshtari ynë luan me ritëm më të lartë dhe në këtë fazë nuk mund ta kapim. Ishte vetëm çështje kohës se kur do të bim. E Peker që ka luajtur në skuadrat më të forta turke si Fenerbahçe, Beşiktaş e Efes Pilsen, foli edhe për basketbollin kosovar, ndonse nuk ka njohuri për të. Shpresoj që me kohë basketbolli kosovar të përmirësohet sa më shpejt në mënyrë që të arrijë Euroligën. Takimin tjetër, Trabzonspor do ta zhvillojë të mërkurën kundër ekipit tjetër turk Aliaga, ndërka Nikoçiri Prishtina ballafaqohet me Lirin.